Një nxënëse e klasës 6 u dhunua brutalisht nga 3 vajza më të mëdha dhe si pasojë e torturës tani po merr ndihmë profesionale. Incidenti ka ndodhur në lagjen Gjorgje Petrov, ku sipas informacioneve vajza është sjellë me dhunë në një park pas çka është sulmuar fizikisht, është djegur me cigare, është poshtruar dhe është detyruar të hajë jashtëqitje qeni. Një pjesë e aktit brutal është regjistruar në një telefon celular. Arsyeja e sulmit sipas informacioneve fillestare ka qenë një debat në rrjetin social Instagram. Ministri i Brendshëm Pançet Toshkovski deklaroi se rasti është në fazë hetimi që po zhvillohet në koordinim me prokurorinë. Deri tani janë thirrur në bisedë 14 persona, ku mes të thirrurve ka edhe prindër të nxënësve të përfshirë në rast. 14 лица се повикани на разговор и за дел од нив ќе следат одредени процесни действија. Секако во рамки на овој предмет е вклучено и јавното обвинителство, се постапува по насока на надлежен јавен обвинител. Duhet të kemi qasje dhe zgjidhje sistematike, thot i pari i policisë dhe ftoi ministrit kompetente të përfshihen në parandalim të këtij lloji të kriminalitetit. Не само од аспект на Министерство за внатрешни работи, заради тоа што Министерството за внатрешни работи во суштина делува превентивно, но неговото делување е секако и репресивно. Мора сите институции да бидат вклучени во рамки на овој процес, да дадеме еден повеќе секторски одговор, системски пристап да имаме, но секако дека апсолутно и како влијание имаат самите родители и нивната улога во рамки на воспитувањето на децата и во рамки на нивното поведение во делот на образовниот процес секако дека е клучна. Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se i vjen keq që po përballemi me raste të tilla. Sipas saj, ministria po përgatit vazhdimisht udhëzime dhe manuale për të marrë me dhunën nga bashkëmoshatarët, por shtoi se pa bashkëpunim me prindërit, rezultatet do të jenë të kufizuara. Zyra e avokatit të popullit paralajmëron se dhuna midis bashkëmoshatarëve është më e përhapur në shkollat fillore dhe se numri i raportimeve është në rritje, por situata reale është shumë më serioze, veçanërisht duke pasur parasysh se dhuna digjitale raportohet rrallë.